Përshëndetje, jam Eklima Smakaj, jetoj në qytetin e Koplikut. Jam e diplomuar dhe licencuar për degën e logopedisë. Pas një eksperiencë pune, trajnimesh profesionale dhe një dëshire shumë të madhe për degën e logopedisë, vendosa që të sjell në qytetin e Koplikut një shërbim të ri i cili mungonte. Falëmbështetjes financiare përmes fondit të ndihmës për bizneset e reja, pjesë e projektit Liçenet e Shqipërisë, implementuar nga Aves Albania, financuar nga Kooperacioni Italian, u bë e mundur krijimi një ambienti komod, cilësor, bashkëkohor dhe të sigurt për të sjellë shërbime të terapive logopedike dhe psikologjike tek të gjithë personat që kanë nevojë të përfitojnë nga ky shërbim. Tashmë klinika logopedike Fjalart mirëpret me dashamirësi dhe profesionalizëm të gjithë ata fëmijë, adoleshentë apo të rritur që përballen me vështirësi në fushën e gjuhës dhe komunikimit, aftësive në të nxënë apo psikologjike. Pranë klinikës, ne ofrojmë konsulta, vlerësime logopedike dhe psikologjike, terapi logopedike, terapi ABA, terapi zhvillimi dhe programe after school. Në klinikën tonë, çdo individ trajtohet me vëmendje të veçantë, duke ndjekur një qasje profesionale, të personalizuar dhe të mbështetur në metodat më bashkëkohore. Ftojmë të gjithë prindërit, edukatorët dhe çdo person që ka nevojë për këshillim logopedik apo psikologjik të na vizitojë, të informohen dhe të bëhen pjesë e kësaj rruge zhvillimi dhe suksesi. Faleminderit për besimin dhe mirë se vini në klinikën tonë. Përshëndetje, jam Vilca Tahiri, jam artizane prej shumë vitesh, kam një dyqan në qytetin e Shkodrës, ku realizoj punime dhe veshje tradicionale nga më të ndryshmet. Falë mbështetjes nga projekti Liçenet e Shqipërisë, i financuar nga AIX dhe i implementuar nga Aves Albania, kam siguruar një makinë qepse moderne, e cila përfaqëson fjalën e fundit të teknologjisë në qëndisjen dhe realizimin e dizajneve të ndryshme. Si artizane, kjo makinë është një mundësi shumë e rëndësishme për të zhvilluar më tej punën time. Ajo më lejon të krijoj punime më detajume, më cilësore dhe më kreative, duke ruajtur njëkohësisht traditën e punimeve artizanale. Me këtë pajisje të re, mund të eksperimentoj me modele të reja, të përmirësoj produktet ekzistuese, gjithashtu dhe të rris kapacitetin e prodhimit. Përshëndetje, unë jam Samet Reçaj, nga zona e Grumirës. Ka 15 vite që punoj si gozhier në restorante ndryshme. Këtë vit mora guximin të hap një restorant timin personal. Me një ambient të ngrohtë, bar restorant Oazi me kapacitet rreth 90 persona ju pret me pjata tipike të zonës, gatime me produkte të freskëta dhe mikpritje që do bën të ndihesh se në shtëpinë tënde. Falë mbështetjen nga projekti Liçenet e Shqipërisë, i financuar nga AIX dhe i implementuar nga Aves Albania, kam arritur të blej pajisje moderne të kuzhinës, me të cilat të arrijmë të ruajmë shijen e traditës me standarde më të larta të cilësisë. Bar restoranti ynë është vend ideal për evente, festa dhe gëzime familjare, ku çdo moment shoqërohet me ushqim cilësor dhe atmosferë të ngrohtë.